familjes Marku është pezulluar dhe se do të ketë një rishqyrtim. Këtu ndryshon pak sa loja. Banesë që ka pasur Markut nuk është kualifikuar. Po vërdini tënde, është pezulluar për këtë interpretimin pra. Zotris njëri thoni është pezulluar, njëri thoni Jo është se kualifikuar. Është pezulluar për shkak se, po, ai është i strehuar për momentin. Po, dhe derisa ta sqarojë ndosjen tërësisht në themel. Dosja do të rishikohet prapë, por qëllimi i ligjit është strehimi dhe ne kemi prioritet këta që kanë dokumentacionin në rregull dhe po merremi me dosje të tjera. Nga kjo bisedë me punonjësit e Bashkisë së Kurbinit ka kaluar më shumë se një vit. Por me gjithë premtimet, për familjen Marku asgjë nuk ka ndryshuar. Ata nuk disponojnë asnjë vendim për rastin e tyre. Nga momenti kur ne kemi nisur komunikimet zyrtare me Bashkinë Kurbin deri në sot, po bën afërsisht 3 vite. Përgjigjja që ata na kthejnë është se çështja përshqyrtohet dhe do njoftohemi. Por realisht mendoj që një periudhë 3 vjeçare është më se mjaftueshme për të pasur një vendimmarrje për rastin. Rishqyrtimi është vetëm për çështjen që ata nuk arrin të zgjidhin interpretimin për aktin normativ apo jo? Bashkia Kurbin në përgjigje që na ka kthyer, na ka shënuar që ka pasur tentativa për konsulencë edhe me Ministrinë e Infrastrukturës, për shkak se çështja sipas Bashkisë Kurbin është komplekse dhe ata kërkojnë një interpretim nga institucione më të larta në lidhje me rastin. Drejtoria e rindërtimit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, më datë 22 janar 2025, i ka kthyer përgjigje bashkisë se çështja duhet të trajtohet brenda kompetencës së tyre ligjore. Kjo do të thotë se Bashkia e Kurbinit do të duhet ta interpretonte vetë ligjin dhe më pas